Tash më dije që personazhi jo në njohur Pertev Kuzhinjeta ka dhënë një kontribut të madh në gjithë gazetarin shqiptare. Por ai absolutisht nuk mjaftohet me kaq. Së fundmi kemi mësuar se ka filluar t'jap disa leksione për gazetarët e rinj. Ne le të shohim dhe le ta zbulojmë tani se cili do të jetë në audicion përballë Pertev Kuzhinjetës. Le ta zbulojmë. Brema nga unë Pertev Kuzhinjeta me këmbë të shpejta këtu nga qave Koshovicës këthe Patosit. Sot jemi mbledhur për një problem shumë të rëndësishëm. Ju do të thoni që për çfarë jemi mbledhur? Jemi mbledhur për të diskutuar për punën e famës, sepse fama është si punë e hijes. Në qoftë se po themi po ta ndjekësh hijen ose famën, më saktë ajo nuk të arrin, por në qoftë se ti ikën ajo të ndjek nga pas. Më kuptoni? Kështu që unë për sonte në emisionin tim kam ftuar një njeri të cili do t'i bëjnë një provë të shkëlqyer skenike për ta përgatitur atë si gazetar. Qa do ti? Qa do këtu e? Unë dua pikërisht atë që kam kohë që kërkoj. Qa kërkon edhe? Kërkoj fatin. Fatin, kameramani, Fati! Fati! Qarë ka, kameramani thotja, kërkoj famën, më ka cumë managjeri. Ti e i që dole para 2 javësh që bëja shumë me ata atje? Qa thumë, va? Ere ti qenge. Unë ka marrë për ato provën për speaker lajmesh. Po ti thuaj që e shoku nasit e përjetës. Shoku nasit jam. Po e gardo që të bësh audicion ti. Që të bësh speaker lajmesh. Që të bëm i famshëm. Të ka thënë nasi që po bëri i famshëm martohesh pasaj? Po pra, më përpërdaj në ka marrë. Po i famshëm bëhesh me lajmet ama? Me lajmet përpërdaj. Në ashtë i ki parasysh një gjëti, para se të fillojmë audicionin. Qoj që shikon këtu e studio që është për këshu. Dakord? Ato janë kamerat që janë për ashu. Ke dhe mikrofonin që ke për këte. Dakord? Edhe mos ki fare këshu. Eshe letë, ti vetëm ri këshu, mos ri këshu, dakord? Ashtë tashi unë do të kaloj t'y lajmet një nga një, ti do t'i lexosh, po ki kujdese se lajmi duhet përcjell bukur të njerëzit, dakord? Kam bërë prova unë. Ashtë shumë mirë. Nashi fillojmë të lutem me siglën, sigla. Fillojmë me lajmet e bardha nga vendi. Jepi! Mirë mërëm ma të dashur në tele shirat e fundit që ka rënë i kanë shkatruar të gjitha të mbjellat. Por hidrocentrali i fjerë... Ku ka hidrocentral fjeri, more? I fjerëzës. Ka rritur kuotat maksimale dhe janë hapur, por kufizimet nuk ka rënë. Shiko djallë, ti... Ti ke i problem shumë të vogël. Që problemi? Këto flokët ti ke shumë të gjata. Unë i qelë direkte, vetëm që fitoj. Dakord, nashi, provo me këto i lëm të bardat, provo me këto lajmet e zeza, po ki parasysh që lajmi sa do i zi tjetë, po edhe duke qeshur ti, qeshi njerëzit. Dakord? Jepi. Ja ku në erdi një lajnë e sapet, 2 banda rivendoset gjëtësia në krye ministri. Të gjithë mini bashkit do dalin nga qarkullimi. Jo, së në nduket se... Mbarua me lajmet e zeza. Nashi do vje me këto lajmet e murme, po jepi në qikëritëm, jepi. Nisma e krye bashkakut. Dialog me shkëlqimin e Big Brother. Kjo ka qenë nisma më re, Edi... Ere, di apo se di? Edi Rama. Kriza e bukës po afron. Kriz brind vjen në Shqipëri. Krizet alianca pësë me fjallë. Po qa po bërë, po thëret maqet të shi 5-5-5? Po ja, pësë brënda pësë... Dakor, ti qun e hiqe këto lajmet e mundme, edhe vazhdo me lajmet e kuqe ki kujdes të në lajme plot dashuri. Edhe me qëra lafi, këto flokët nuk të shkojnë fare, I jepi të ashil të lajme me dashuri. Kapet një deputet duke
duke qelluar me grusht një lojtar fut e pjera, man. Mu në mes të fushës, policia e pranoj fajin dhe i kërkoj falje deputetit. Se e zgjate qikë si shumë edhe këto flokët nuk të shkoj fare. Pëse shumë bukur... Ska gjë, shiko, kalo të këto lajmet e verdha më mirë, se kryojnë qikë shu si ashu, e kupton veti, do me thënë, të verdha. Jepi. Vazhdojmë me lajme të verdha, po që këto gjithë në gjyra më... Kolore, Ylberja, jepi. Kina do të organizoj një cerë... Pare, cerë, bjeni shkurte. Ceremonin e hapje se lojrave olimpike. Kaq, s'ka më. Ta mbyll. Ashu, ha? Me mua Dimitrin. Bravo. Edhe nga unë Petriti. Per tef, ku po unë qapata. Ku të gjohë qapatë ti, më ba. Si i glathue? Si dola. Si dole, pri breti zotit dole. Qysh pri brete? Po të thashu këto flokët nuk të shkojnë ty. Po të shkojnë fara, më. Po pëse ti i ke flokë mirë ati, ha? I ke qenë dhujer për vete, pasaj më thuj mu për flokë. Flokët e mija të regondi, po në flokët i kam shanse. Po ti i ke, si qime ka cupe i ke, në nashën i ke. Ujë,